Nuk e di në e dëgjove, po kënga e siglës hapse të Kinotekës është bërë me inteligjencë artificiale. Do doja ta nisja nga këtu, nga mendimi yt për këtë. Nuk e di se arritet ta kuptoj, mendove se mos e kishte kompozuar dikush, nuk e di. Tani mbasi do t'ju bëj një surprizë, do t'ju habis pak me përgjigjen time. Ne kemi kohë që jemi në krijimtari, jo me inteligjencë artificiale, po me sjellje artificiale të inteligjencës. Do të thotë që dhe këtu artet, prandaj e thashë është problem të bësh një lloj kronize, një lloj përshkrimi, një lloj tabloje mbi gjendjen e artit sot, sepse ka kohë që ne nuk jetojmë në kontakt të vërtet, të vetvetishëm me artin specifik që aplikojmë. Kështu që arti, sjellja artificiale e inteligjencës muzikës ka filluar për shembull që kurse në Bullgari prodhoheshin ritme dhe meloditë, të cilat transpozoheshin dhe pastaj shpërndaheshin gjithë Ballkanin. Ato që janë turbo folku, që e njohim. Kjo ishte tashmë një sjellje inteligjencë, një sjellje artificiale e inteligjencës muzikore. Okej. Po, absolutisht. Pra, nuk ne tani gjejmë për shembull që me inteligjencë artificiale mund ta fabrikojmë, por sjelljen tonë ne kemi të shumë të hershme. Sjelljen artificiale tonë. Sjelljen artificiale në lidhje me kompozimin. Tani fjala kompozimi është shumë e rëndësishme. Në veshët e mi, fjala kompozimi është një nga fjalët më të larta të njeriu, sepse në fundit kanë qenë për shumë kohë Deleuzian dhe vazhdoj të jem Deleuzian, do të thotë jam me filozofinë e Deleuzit, edhe pse nuk e meritoj sot sepse jam larg disiplinës estetikës, ka ca kohë që nuk e jap në mënyrë të vazhdueshme që të trajtoj filozofë si Deleuzi, i cili ka punime shumë zhvilluara në filozofinë e kinemas ose në kinemat, themi për kineman, dhe ai ka punuar pikërisht për kompozimin shumë më tepër se të tjerët në koncept. Dhe e njëjta gjë ndodh me kineman. Ju nuk keni më kontakt me filmin në kuptimin normal. Po ne kuptimi normal, çfarë është kuptimi normal? Ne shkojmë në kinema për shkak. Është kuptimi normal është raporti që ka regjizori, skenaristi, montazhieri me dhe publiku me kineman. Ne jetojmë vetëm raportin që ka producenti me kineman. Okej. Në këtë sjellje, ju nuk shihni më film normal. Pra ju mund bëni pyetjen, si e keni ndeshur këtë pyetje kur bëj fjalë për pikturën, keni thënë që janë këto pikturë abstrakte, është vepër arti apo jo. Për kineman se keni shtruar, po në fakt kriza, problemi më i madh për mua është në kinema. Ju duhet bëni pyetje çfarë është ky film? Ju shihni filma, të cilët sa të mund janë filma tavoline. Përpara kemi thënë filma tavoline. Montazhi është tavolinë. Kur filloi kjo? Kur ne patëm mundësinë të bëjmë efektet speciale shumë thjesht. Kur njeriu filloi të lësonte punën me efekte speciale. Me kompjuter, ato CGI, imazhet e gjeneruara me kompjuter. Kur u fut dhe kompjuteri, pikërisht pra përdorimit artificiale të inteligjencës, atëre ne realizon këtë kompjuteri dhe realizon shumë mirë. Okej. Por duke u futur aty, kthimi në skenën reale, në skenën materiale, në teknikën që është në dimensionin e realitetit, për masën e realitetit ishte më e pamundur. Kështu tani ju do shihni vetëm filma të cilët nuk do të kenë më raport, do ta rimarr këtë temë pak më ndryshe, nuk do të kenë raport me krijimtarinë e njeriut, pra skenaristit në kuptimin real të fjalës, por me një skenarist i cili punon në funksion të një regjizori që punon në funksion të producentit. A mund konsiderohet kjo humbje e thellësisë së filmit? Absolutisht. Pra, domethënë mund t'ju them edhe një eksperiencë përkohësisht eksperiencë time personale, shumë televizor sot smart, plazma nuk janë ende të rregulluar në raport me dimensionet e hapësirës, me thellësinë. E kanë 3D shumë keqe. Dhe ju shihni tamam sikur dy nivele, dy plane. Nga siç është ai televizori që kemi aty për shkakun. Nuk kemi tani një film ta shohim, unë ndjej veten keq, sepse dy planet kinemas, aktori që është në plan të parë dhe aktori në plan dytë janë në botë paralele. Është e tmerrshme, njerëzit e shohin dhe nuk i prek kjo. Kur ne shihni film Agfa, prodhuar me Agfa. Çfarë është Agfa? Një nga pelikulat, filmat, siç ka pas plot. Kanoni siç ishin kamerat, produktet, kishte edhe lloj filmash, ne ishim te analogjiku. Dhe në një farë mënyre na vinte perceptimi i filmit nga rikompozimi nga 2D-ja e filmit. Pra, çfarë merrte përsipër, çfarë merrte përsipër thellësinë e filmit ishte ngjyra, domethënë efektet e brendshme të ngjyrës. Okej. Sot ne këto i marrim kaq të paketuara dhe nuk kuptojmë më se kemi lindur aty brenda. Do thotë, në një farë mënyrë njeriu po jeton tragjedinë e tij të madhe. Është i lindur për përdorim artificial të inteligjencës vet.
Okej. Po nuk mund ndihet fajtor. Nuk ka arsye për të ndier fajtor. Pra, inteligjenca natyrore ka jetuar normalisht. Por, çuditërisht, ai është i dhënë të jetoj natyrshëm inteligjencën e tij përdorimin artificial të inteligjencës vet. Kështu që ambientohet me çdo gjë. Jepni çdo gjë dhe thoni, ky është vepër arti moderne, ky është film, ky është balet, dhe ai thot po, dakord. Cili është rreziku këtu? Pra nëse mënyra e tanishme e prodhimit të filmave, që nuk ngjan me atë dikur, që mbase ishte shumë më cilësore me kapacitete më të kufizuara teknologjike. Cili është problemi në këtë rast? Ti the që ti shtoj diçka asaj Violës, që ta kuptoj dhe më mirë, the një frazë që më bëri përshtypje dhe dua të ngelem, bashkë kanë gjetur asaj që tha Viola. Filmi raportohet sot producentit, jo regjisorit. Dua ta kuptoj pak së bashku me përgjigjen ndaj Violës. Se përgjigja pikërisht nëse është po shpreha është shumë e vështirë sintetizosh. Është shumë e vështirë të kthesh përgjigje ndaj një pyetje që është merak naiv, direkt. Nga pozitat e sotme, sepse je duke marrë përsipër përgjigjen që do t'i jepi transformimet për 40 vjet të artit, po them 40, që nga 80, vitet 80, dhe t'i japësh, t'i jesh edhe i ndërgjegjshëm dhe i përgjegjshëm për frazën që thua për gjithë 40 vjet ndryshim, kur tjetri përballë, për shembull, ndoshta nuk e ka këtë merak, se ka pas këtë merak. E shtron këtë merak sot, por nuk e ka pas ta jetojë si progres apo regres. Atëherë po i kthehem pyetjes. Cili është rreziku? Pra kur unë thash Deleuze niset nga gjendja kinemas, ashtu siç niset janë disa kineastë, disa filozofë, të cilët estetik, filozofë të artit, estetik, të cilët shtrojnë pyeten mbi njësitë për kufizimet, si thua, e vet arteve. Okej, shumë mirë. Kur është shtruar për kufizimi i artit si pyetje? Ç'është arti? 2400 vjet. Pra, edhe Platoni shtronte pyetjen ç'është poema. Prandaj merrte vendimin të nxjerrën poetët jashtë qytetës sepse është imitim etj. Pra kishte gjithmonë pyetje për çka prodhojmë. Çfarë aktiviteti mund të jetë shkencë, po e pyetja çfarë është shkenca, në mënyrë permanente, ndoshta me boshllëq disa shekuj për kohën e mesjetës, dakor, sepse pati një zhvendosje të interesave të njeriu, nga që krijua një botë disi, po themi feudale, fitoi një kish katolike ose një krishtërim pak më i dogmës, pati një lloj shturje të kuptimit të disiplinave. Por që në humanizëm me rindjen italiane rifuten lloj pyetjet. Çfarë është kjo që bëjmë? Ky art që bëjmë? Dhe pyetja çfarë është ky art që bëjmë? Që sot ne e shohim si turist kur shkojmë në Itali dhe shohim Firenzen, Venecian, Toskanën, Romën, shohim gjithë ato piktura. E po të shkoni më thellë, do shikoni format e instrumenteve muzikore. Po shkoni në Venecë, keni një muze muzikor të instrumenteve 1450-1600. Ka lloj kitarash mbi 60. 60 lloj kitarash. Po, bënin eksperimente, një kitar me bizh gjatë, me akustika, ata ishin si thua, duke eksperimentuar aparatin sipas shijeve muzikore dhe dhënave të personit. Okej. Mora një shembull. Tani them, ky filozofi më vonë, këta të gjithë bëjnë pyetjen ç'është kinemaja. Po kur i referohen kinemas që bën inteligjenca natyrore e kineastit, që është skenarist i tjerë. Çfarë bën ky skenarist i tjerë? Kur ky imagjinon skenën, mendojeni që ta shkruaj me fjalë. Ky e vendos veten në situatë njerëzore. Dhe po bën kamerën në mënyrë natyrore, pra me sytë e vet. Me sytë e vet e njeriu. Me sytë e vet. Po e shpik kamerën aty për aty. Okej. Dhe ja çon pastaj i jep një trup skenarit dhe fillon skenarin teknikor-regjizorial. Po për të dhënë teknikor-regjizorial, ai duhet mendoj lokacionet. Dhe shkon edhe gjen lokacione të cilat e kënaqin kamerën e tij. Kamerën e tij letrare ose të letrarizuar. Tamam. Kamerën e tij me gërma. Dhe pastaj për ta pas më të lehtë, këshill që e japjon studentëve të kinemas kur do bënin skenarin, thosha, imagjinoni një aktor që ju e mendoni që ka këtë peshë ekzistenciale të personazhit që do ndërtoni ju. Pra një aktor që e ka peshën ekzistenciale, psiko-ekzistenciale të personazhit që do ndërtoni ju.
Pra, që t'ja lësosh vetëm punës, ti në kontakt me një aktor, që mbase se takon kur njët, po e fut dhe ai të propozon ty sjelljet e veta. Okej. Pra, empirikisht ai të vjen si blok ndihimi, si personazh konceptual, thotë Deleuze. Dhe fillon e ndërton ky skenarist, çfarë bën ky? Ky në një farë mënyrë ka një hiç në faqe, se s'ka shkruar asgjë, dhe në fund fare ka një situatë. Çfarë është ky përballë romancierit ose tregimtarit? Tregimtari është njësoj, vetëm çfarë ka më tepër bën hulumtim të frazës së mundshme të tjetrit, kurse ky bën hulumtim të portretit të mundshëm të tjetrit. Si skenarist, po. Okej, si skenarist. Dhe kur i ka bërë gjitha teknologjialin, vjen regjizori. Po, hyn në lojë regjizori aty, po. Çfarë bën regjizori? Regjizori fut kamerën e vërtet bashkë me ndriçimin dhe vjen e përmbush kamerën e lindur të skenaristit. Po. Do bëj një lloj sjellje, një narrativ të sjelljes, ëh. Nuk është kjo që them absolutisht e saktë. Kjo është një skemë e kuptueshme. Po, është relativisht e saktë. Dhe kur i kanë bërë të gjitha këto, ju keni një film se ne bashkë jemi gjendur kur ishte vdekja e Godarit. Po. Okej. Dhe unë bëj referojmë pak, po e risjell në kohë. Ajo ishte një bisedë që kemi bërë rastësisht shpejt e shpejt. Po. Thjesht datonin vdekjen e Godarit. Jean-Luc Godard, regjisorit francez, po. Nëse të kujtohet, unë kam bërë leximin tani të një pedagogu të kinemas, që si duash analisti filmi, okay, dakor? Të skenës momenti kur bebeja, Brigitte Bardot, do hypin në skafin ku ndodhet producenti kinemas dhe regjizori i teatrit që është burri i saj. Dhe si përfundim, Brigitte Bardot zgjodhi producentin, hypin në skaf, vetë regjizori i teatrit, ose më mirë, skenaristi, që vinë nga teatri, iku me Fritz Langun. Fritz Langu është regjizori i famshëm i kinemas, së vërtet. Dhe ata të dy ikën të bëjnë një bisedë, kush regjizori i kinemas me regjizorin e teatrit, një bisedë të humbur ku do t'i deklaronin njëri tjetrit dështimin e tyre. Të dy u ndan nga kinemaja. Regjizori i teatrit u ndan nga gruaja e vet, që është Brigitte Bardot, ylli i kinemas së ardhshme. A thotë, domethënë e njofton Godari. Kjo do jetë ylli që do personifikoj, do mbaj peshën e kinemas. Dhe regjizori Fritz Lang thotë, edhe unë, klasiku i kinemas në një farë mënyrë nuk do kem më kushte për të bërë kineman. Një nga skenat e filmit është një shprehje e Bergsonit, thotë kinemaja nuk ka të ardhme. Aty ku të treja në skenën e rivizualizimit të filmit, janë ato kinemat e vogla. Dhe kur këta të duhet të dy ikin drejt një pak a shumë pylli, referenca pyllit është shumë e fortë në filozofi, për referojmë Heideggeri se ndoshta Godari nuk do donte ta thoshon këtë gjë. Pylli i zi. Por në anije në këtë skafin e vogël, pra producenti që Jack Palance, që vjen amerikan, e merr Brigitte Bardot franceze dhe largohen. Më në fund ne e gjejmë që këta të dy pra me Ferrarin, nuk e di me një luksoze këti, janë përplasur me një cistern dhe vdesin të dy, producenti dhe kinemaja. Pra, njoftimi Godarit ky është. Dhe i Bergsonit, pra që kinemaja s'ka të ardhme. Bergsoni është ati një nga etrit shpirtëror Deleuze. Po. Okej. Kapitullin vete, nuk... Okej, po... Atëre, Godari po në njofton. Kur kinemaja Brigitte Bardot të tradhtojë ndërtimin dramatik të personazheve të teatrit dhe sjelljen kompozicionale të kamerës dhe montazhit kinemas e Fritz Langun, kur të thotë të dy, do takohet me producentin dhe përplasen me naftën. E more përgjigjen Viola. Dakor? Perl. Në rregull. Prandaj kinemaja nuk ka të ardhme, jo më kotisht. Kinemaja ka gjithmonë të ardhme nëse njeriu përdor inteligjencën e vet natyrore. Por në rastin tjetër, edhe shpjegimi që ju i bët është faza e parë ishte kjo, faza e dytë. Pavajtur të përplasja me naftën. Me naftën kuptimin e parave të naftës. Po, parave të naftës, po. Ne shkojmë të përplasja me shpejtësinë e teknikës. Po. Dhe çfarë shohim filma sot? Shohim filma që s'janë bloqe ndihemesh. Atëherë ju thatë, do bëjmë një vizitim të gjendjes arteve.
Dhe numëruam 6 artet, cilët sjellin një art të 7. Kur ju shihni Romën e Fellinit, Otto e Mezzo, ku di Vita e Bella, po. Po marr vetëm Fellinin sepse është, si thua, abuzuesi total i Romës. Do thotë është njeriu që e bën Romën sken. E përdor Romën. E kthen gjithë Romën në skenën e filmit vet, po. Morëm një italian të tipit Fellini. Tani marrim një tip tjetër, Sergio Leone. Sergio Leone, italiani, do bëj filma në western, natyrisht në sheshet e Spanjës apo të Italisë, pak rëndësi kanë cinecittà, por do japi desertin, shkretirën. Njëri Romën 2800 vjet pa ndërprerje, me shtresa, çdo gurë, çdo mur ka një vektor kuptimor. Dhe tjetri do ta bëj shkretirën lexim teksti. Dakor, madje është dhe një film tjetër, duhet të mbi titulli. I Fellinit. Jo i Fellinit tani, po prapë në shkretirë. Dhe çfarë bëri ky? Se më ka qelluar eksperiencat e një shkolle të gjimnaz, që ju vura të shifnin filmin, C'era una volta l'Uest ose Upon a Time West. Dhe nxënësit 17-18 vjeç u mërzitën nga filmi. Natyrisht që ndërpreva, ata se dinin që unë do jepja vetëm 10 minuta. Dhe është 10 minuta pritje, kur 3 bandit, 3 cowboy, do të vrasin një të 4 që do vinë tren. Kur filloi të shpjegoj atë që pan, ata që po qeshnin, ran totalisht në një qetësi dhe dëgjuan 1 orë e 20 minuta fjalë. Do thotë, një brez 17-18 vjeç nuk duroi dot 10 minuta film dhe duroi muhabetin tim. Sepse ata pan atë çfarë nuk e shihnin me edukimin që kishin marrë për të parët. Ç'është i parit. Duke qenë se nuk e kanë edukimin se shohin, se ç'duhet shohin, se ç'kërkojnë të shohin, nuk shohin në fakt. Në qoftë se i jep gjëra që nuk shihen, a janë të kënaqur, sepse nuk i shqetëson. Po i dhe gjëra që kërkojnë të shohësh, shqetësohen. Po i tregove se çfarë duhet shihnin, kthehen në inteligjencë më të afërt me veten, që është inteligjenca gjuhës, jo inteligjenca syrit. Inteligjenca gjuhës të njeriu sido që të jetë mbetet më e natyrshme, më natyrore. Prandaj ne sot i dërgojmë përmes teknologjisë, publicitetit dhe prodhimeve në produkte të cilët ja u shmangin kontaktin me gjuhën dhe me shqisën. Ata marrin blloqe jo ndijore më, jo kuptimore, po blloqe, si thua, të fiksuara, të tamam inerte, dhe i pranojnë natyrshëm se janë mësuar që t'i radhisin vetë. Kaq, të bëjnë montazh të gjërave që i din tashmë. Kështu që kur jep muzikë, prandaj u ktheva Bullgarisë, prodho ritme, me këto ritme, me një ritëm bën 20 këngë, dhe njeriu ri në një lloj, gjithmonë them për banalitetin, në ngrohtësinë e banalitetit, nuk shqetësohet. Qartë. Po i shqetësove, duhet ta mbash peshën e kuptimit. Ti thua tani të shqetësova me këtë imazh, hajde ta lexojmë tani imazhin për të vajtur te gjua që ty të afron me kuptimsinë e imazhit. Pra, të flasim në tinguj, një gjë që si njema vizuale nuk e pranonte aq fort. Nuk e di jam i qartë apo jo. Pra pyetjet naive kanë probleme, pyetjet sinqerta direkte kanë problem se pastaj përgjigjet duhet të jetë shumë sintetike dhe shumë panoramike.